Edhe pse po bëhet një muaj që nga mbajtja e protestës së studentëve shqiptar që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe, nga institucionet kompetente nuk ka ende asnjë zgjidhje. Përveç kësaj, nuk janë bërë publika emrat e ekspertëve që janë angazhuar në grupin e punës. Njëri nga organizatorët e protestës, Mevlan Ademi, kritikon institucionet për mungesë transparence për zgjidhjen e çështjes. Ai thotë se studentët kanë marrë vetëm premtime, por jo edhe hapa konkret. Për këtë arsye, Ademi njofton se po përgatiten për hapa të mëtejshëm, përfshirë këtu edhe mundësinë e një proteste tjetër. Bën gati 2 vite që kur e kemi dorëzuar kërkesën e parë për mbajtjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, gati 4 muaj që kur e kemi dorëzuar peticionin dhe pak ca ditë bën gati 1 muaj që kemi patur protestën e parë dhe përveç premtimeve diçka konkrete nuk kemi pa. Nuk kemi kontaktuar të dim se çfarë po bëhet, apo se çfarë hapa do ndërmerren, apo si mundot të zgjidhet. Nuk e dim kush janë pjesë e këtyre grupeve të punës, edhe kjo është ajo pikpyetja tek ne se për çfarë janë krijuar edhe këta grupe të punës, ndërsa ligji për përdorimin e gjuhës shqipe është shumë i qartë. Realisht ne kemi patur para 1 jave takimin me grupin organizativ dhe përgatitemi për hapat e radhës, ndoshta edhe protestën e radhës, se shohim që nuk ka ende diçka konkrete. Televizioni 21 drejtoi pyetje deri tek qeveria, nga ku thonë se po punohet në këtë drejtim dhe të gjitha detajet do të publikohen pas finalizimit të procesit, duke përfshirë edhe publikimin e emrave të grupeve të punës. Në lidhje me pyetjen tuaj, ju informojmë se procesi është në vijim dhe punohet për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme. Në momentin kur do të ketë informacione më konkrete që mund të ndahen me opinionin, të njëjtat do të komunikohen në mënyrë transparente. Pas finalizimit të procesit, do të publikohen edhe të gjitha detajet relevante, duke përfshirë emrat dhe vetë zgjidhjen. Nga ana tjetër, për profesorin e drejtësisë Mersi Maksuti nuk ka nevojë për komisione, pasi sipas tij, ato vetëm po i zvarisin proceset dhe janë të politizuara. Qëllimi, strategjia është të zvarritja e zbatimit të gjuhës shqipe. Këtë duhet ta them. Kjo është një lloj strategjie, keni kujdes. Ne hajde do formojmë grupun NUS, të rregullojmë provimin e jurisprudencës dhe shkojnë komisionin Venecias, do presim me kohë, do kthehet, mund të kapin tani fushata zgjedhore, hajde të lojmë pas zgjedhjeve, mund të harrohet braktisat krejt. Kjo mund të jetë me qëllim, unë jam pas i bindur, me qëllim zvarritjeje të zgjidhjes së këtij problemi. Zvarritja e gjuhës shqipe xhamade, dhe çështja tjetër që duhet të them, një rrezik tjetër që ende nuk ka dalë në opinion, formimi i grupeve komisioneve, flas nga përvoja e ime, tregoj, por edhe në përgjithësi, praktika që formohet. Mendoni që janë të politizuar? Ka ndikim politik, në shkuptim. Unë e shoh se formimi i grupeve ndjej breng se mund të jetë edhe një kufizim më tej i zbatimit, i drejtës së përdorimit të gjuhës shqipe, ka ajo që parashet ligji i gjuhëve. Maksuti tha se ligji e parashen në mënyrë të qartë që provimi i jurisprudencës të jetë edhe në gjuhën shqipe dhe studentët shqiptar të jenë të barabartë me ata maqedonas. Por sipas tij, në mungesë të vullnetit politik mund të ketë tentime që të bëhet ngushtimi i gjuhës shqipe edhe në këtë rast. Kujtojmë se projekt ligji për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe ishte gati në vitin 2024, por u hoq nga agjenda pas ndryshimeve politike. Ligji aktual nuk e kufizon provimin vetëm në gjuhën maqedonase, ndërsa ligji për përdorimin e gjuhëve obligon institucionet të mundësojnë përdorimin e shqipes. Pavarësisht kësaj baze ligjore, çështja mbetet e pasgjidhur.